Në një deklarat për mediat, kryedemokrati Sali Berisha nuk ka përjashtuar asnjë skenar në shtator me rinisjen e jetës politike, duke përfshirë këtu edhe grevën e orisë, një tezë shumë përfolur së fundmi. Berisha ka thënë se është i gatshëm që të udhëheqë edhe me shembullin e tij personal. Absolutisht i gatshëm ta udhëheqë gjërën fitore. Dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Më shumë se kur. Greva uris? Opsion? Urdhë? Greva uris është opsion në shtator? Asgjë nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet asnjë variant. Të gjitha përpjekjet, të gjitha sakrificat për ata që besojnë se kjo është një farsë, për ata që besojnë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira, dhe natyrisht largimi e Edi Ramës duhet të jetë qëllimi më madhor i shqiptarëve. Sali Berisha ka vijuar duke akuzuar PS-n dhe kryeministin Edi Rama se kanë vjedhur zgjedhjet, duke i konsideruar ato një farsë elektorale. Kryedemokrati theksoi se largimi i Edi Ramës duhet të jetë qëllimi më madhor i shqiptarëve. Unë edhe njerë deklaroj se këto zgjedhje kur nuk do njihen. Dhe se ata të cilët përpiqen të shesin shqiptarëve krimin si sukses elektoral, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm rrishtojnë veten me kartelet, me Edi Ramën dhe me të gjithë autorët e farsës më shëmtuar elektorale në të majt 2025. Unë mund të them sot atë që kam thënë shumë herë më parë, se me Edi Ramën zgjedhje të tjera kur nuk mund të ketë. Pas zgjedhjeve ku arriti të merrte vetëm 50 mandate, opozita ka vijuar me denoncimet për manipulime votash, ndërsa ka thënë prerë që nuk e njeh rezultatin e 11 majit.